Kështu pra, me vdekjen e Jeffrey Epstein, ndjekja penale u mbyll, por paditët civile dhe hetimet ndaj bashkëpunëtorëve vazhduan, duke përfshirë edhe çështjen që çoi më pas në dënimin e bashkëjetuesës së tij, shtetas Ghislaine Maxwell me 20 vite burg, për akuzën e bashkëpunëtorës në rekrutimet të vajzave të mitura për trafik shfrytëzimi seksual. Maxwell, sipas dosjes, ka qenë bashkëjetuesja e pedofilit dhe personi që gjente vajza dhe i paguante ata. Me të asnjëherë nuk ishte firmosur ndonjë dokument martese. Por pse është rikthyer përsëri në qendër të vëmendjes dosja e Jeffrey Epstein? Gjithçka ka nisur gjatë fushatës elektorale të presidentit Trump për mandatin e dytë, kur mbështetësit e tij të njohur si maga dhe personazhe të njohur të podcasteve të ndryshme në krahun konservator si Tucker Carlson, Joe Rogan apo drejtori i FBI sot, i cili dha dorëheqje, Dan Bongino, dikur drejtuesi një podcasti të famshëm e shumë të tjerë, bënin thirrje që me ardhmën e presidentit Trump në shtëpinë e bardhë të zbardhet vetvrasja e Epsteinit dhe të publikohet e gjithë dosja e tij penale, me të vetmin qëllim që publiku të mësojë se kush kryente marrëdhënie me fëmijët së bashku me Epstein dhe kush ishin personat që merrnin pjesë në festat e tij private. Pasi konspiracionistët dhe një pjesë e konservatorëve të podcasteve të ndryshme apo rrjeteve sociale pretendonin se FBI ka sekustruar një listë të zezë të Jeffrey Epstein, ku ndodhen emrat të shkruar të shumë personave, të cilët ai festonte dhe abuzonte me vajza nën moshë. Në mesin e këtyre personave që ishin pjesë e festimeve private, shpesh këto zëra rëndisnin ish presidentin Bill Clinton dhe një pjesë të madhe të politikës që vinin nga demokratët. Të nxitur nga ky presion publik, konspiracionistët të ndryshëm, këto media të cilët pretendonin se ekzistonte një listë personave që abuzonin me fëmijë në moshë, kërkuan që të çdo takim të presidentit Trump që ta publikojë këtë listë dhe të marrë shtëpia e bardhë me bërjen transparente të kësaj dosjes. Mes këtyre personave që pretendonte se kjo listë ekzistonte, ishte dhe është edhe vetë zëvendës presidenti sot J.D. Vance apo drejtori i FBI-s Kash Patel. Për t'i kënaqur ndjekësit e tyre gjatë fushatës elektorale, edhe presidenti Trump premtoi se do të publikonte çdo gjë që ka të bëjë me emrin Epstein. Por ky qëndrim ndryshoi shumë shpejt me ardhmën e pushtetit të administratës Trump. Prokurori i përgjithshëm, edhe pse pranoi se ekzistonte kjo listë, tha se kishte në tavolinë dhe po e shërtonte. 2 ditë më pas doli dhe mohoi se ekzistonte një ditar i tillë, apo listë e zezë me emra të personazheve të njohur publik në SBA. Ky mohim shkaktoi reagime të forta mes konservatorëve dhe mbështetësve të magës. Nga ana tjetër, demokratët nuk kishin kërkuar kurrë publikimin e dosjes Epstein, si në kohën e presidentit Clinton,